Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka reaguar menjëherë pas humbjes 1-0 ndaj Turqisë në finale të play-offit për Kupën Avotës 2026, duke theksuar krenarinë për skuadrën dhe për kushtimin e lojtarëve. Kosova bëri një kampanjë të jashtëzakonshme, duke arritur vetëm një hap larg. Jo çdo mbrëmje sjell rezultatin që e dëshirojmë, por çdo sfidë na bën më të fortë. Sonte, djemt tanë dhanë maksimumin në fush, me krenari dhe përkushtim për fanellën që përfaqëson një popull të tërë. Fati nuk ishte në anën tonë, dhe ndonse nuk e merituam një rezultat të tillë, duhet të pranojmë se edhe humbjet janë pjesë e këtij rrugtimi. Megjithatë, ato nuk e zbehin as punën dhe as besimin tonë në këtë ekip. Jam i bindur se gladiatorët Dardan do të rikthehen më të fortë, me më shumë vendosmëri dhe me të njëjtin shpirt luftarak që na ka sjellë deri këtu. Faleminderit tifozëve Dardanët, të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, si dhe vëllezërve tanë nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi e Lugina e Preshevës, por edhe bashkëdhetarëve tanë kudo që jetojnë e veprojnë, për mbështetjen e pandalur. Kjo humbje dhemb, por qëndroj me kokën lartë për gjithçka që kemi arritur. E ardhmja do të na sjellë shumë gëzime të tjera. Bashk vazhdojnë përpara, shkruan Ademi në rrjetet sociale.